pyetje që në fillim çfarë të shtyu për të ndërmarrë këtë pjesë. Për ta thënë me 2-3 shtylla kryesore, çfarë të shtyu te ky projekt ligj? Unë që kur kam qenë, mund tjetë që kemi qenë në studio bashk, në marrjen e mandatit, kam thënë që mandatin tim do ta përdor për 2 çështje kyçe, që janë siguria e vendit dhe për të rinjt në Shqipëri. E para që e përfaqësoj atë brez në një formë apo në një tjetër, dhe e dyta për shkak se nga puna, nga protesta dhe gjithçka tjetër më zhdon mundësia edhe nga përplasjet dhe nga përballjet, shpeshherë të kem informacion për situatën tek policia e shtetit, gjendjen e tyre, luftën e tyre. Dhe duke qenë edhe nën kryetar i Komisionit të Punëve të Brendshme, kam dhe informacionin e pasurive që kanë ngritur kartelet në kurrizë të sigurisë jetës të jetës së shqiptarëve. Kjo ka qenë themeli i idesë time, një formë për të sjellë diçka ndryshe që të vinë në krah. E qartë. Tani unë kam disa pyetje. Si do të garantohet që përdorimi i këtyre pasurive nga policia të mos krijojë një konflikt interesi mes rolit saj si hetuese dhe përfituese potenciale e konfiskimeve? Janë 2 agjenci të ndara ato. Policia e shtetit në këtë rast është përfituese sepse ja jep shteti, jo se do ta ju kujtohet që ishte rasti i OFL-s për shkak. Ishte një dështim. OFL-ja, nuk ka konfiskuar asgjë. Janë gjykatat ato që vendosin që kjo pasuri sekuestrohet. Pra këtu nuk ka absolutisht asnjë konflikt interesi të policisë. E vetmja gjë që bën, patjetër motivon policinë e shtetit në luftën e tyre me kartelet, që e cila sot s'ka dhe pse të jetë shumë motivuar për të luftuar kartelet apo drogën, kur vetë shefat e tyre u thonë që mos shkoni këtu, mos arrestoni këtë apo mos arrestoni atë. Që dhe kjo ka ndodhur dhe kemi parë, ka qenë rasti Zagani e shumë raste të tjera. Tani, proceduralisht, për gjithë ata që na ndjekin, për ta bërë pak më të thjeshtë për ta kuptuar, duke qenë se po e paraqesim edhe këtu si projektiv, çfarë mekanizmash kontrolli apo transparence, që ta themi si funksionon, parashikon projekt ligji për të shmangur abuzimin me pasuritë e konfiskuara nga krimi? Janë disa mekanizma, thash, është nga kontrolli i lartë i shtetit, tek parlamenti, tek agjencia mbikëqyrëse, janë disa mekanizma, janë disa institucione të cilat përfshihen në kontrollin e zbatimit, por dhe në transparencën se si po zbatohet. Pra, nuk është lënë, nuk lihet dorë e lirë, se patjetër ajo është shumë e rëndësishme. Dhe në qoftë se do të kishim mundësinë që të kishim konfiskuar, ky projekt ligj ka dhe një gjë tjetër që duhet ta them, domethënë, shifrat të cilat janë konfiskuar sot janë qesharake krahasuar me atë çfarë kanë krimi organizuar dhe kartelet në Shqipëri. Po sa shifra është 65 milion euro. Por thash vetëm karteli çopjave, vetëm karteli çopjave kishte 8 miliard euro. Pra në këtë 45 milion ishte 2025 dhe raporti fundit i SPAK-ut. Domethënë deri tani konfiskimi i parave ka qenë qesharak. Dhe me këtë projekt ligj, unë kërkoj edhe që ta hap debatin dhe diskutimin, qoftë edhe me gjykatat, me prokurorët dhe me gjithë, që ne duhet të ushtrojmë presion si shoqëri tek konfiskimi i parave. Shiko, krimi organizuar nuk ka problem jetën e njerëzve apo pasigurinë tonë, nuk ka problem ligjin, ata janë kriminalë, nuk u bëhet vonë se po vrasin 1, 2 apo 20. Problemi më i madh që kanë ato janë parat, dhe këta kanë shumë para. T'ja u marrin parat, për shpëtuar këta 3, e 3 që po largohen se nuk blen dot apartament në Shqipëri, pikërisht për pastrimit parave, e cila ka sjellur rritjen fiktive. Jo vetëm kjo, po paraja shkatron edhe krimin në vetvete, se nuk rigjenerohet, ai pa para nuk vazhdon aktivitetin dot. Patjetër, është një goditje, nëse ka një themër të akilit krimi organizuar është paraja, qofsh dhimbje shpirtërore, qofsh dhimbje në organizimin e tyre. Mund të themi diçka, dikush është problemi që ka, që këta e kam të konsultuar vetë që ka qenë problemi madh. Problemi i alarmit me krimin e organizuar po të vështirë departamenti i shtetit në gati gjithë raportet e fundit dhe quan Shqipërinë bazë operacionale. Që çdo thot operacionale, bazë e krimit ndërkombëtar, domethënë të organizuar. Domethënë që këtu është baza e fuqisë financiare dhe pastrimit të parave. Tani çfarë ndodh që ka qenë? Vjen kapet një organizatë shqiptare që ne i kemi dëgjuar na janë bërë të shpeshta, qoftë në Amerikën Latine, qoftë në Belgjik, qoftë në Hollandë, qoftë në Gjermani etj. Dhe është ngritur alarmi sepse ti kapësh titrit një vapor për shembull në Rotterdam ose në atë Anvers të Belgjikës me 1 ton
kokainë, domethënë 300 milion euro, 400 milion euro, ndonjëherë shkon dhe më shumë. T'ju asekuestros çfarë kanë aty, ti arrestosh në Belgjik ku janë e tjerë dhe kjo organizat pas 6 muajsh të porosis prap një ton tjetër dhe ata nuk ju ka bërë vakim me organizatat të tjera. Sepse normalisht e ka goditur aq fort, e kupton, financiarisht edhe në çdo gjë, sa që kjo mund ta marrë veten pas 5 vjetësh, 10 vjetësh, ndonjëherë se marrin veten, përgjithsisht shkatrohen. Dhe kur kanë bërë analizën ka dalë që këta e kanë fuqinë këtu. Pse? Sepse lekët e më përparshme janë injektuar këtu në imobilare, madje dhe ti ke kompani të mëdha, sidomos në ndërtim që organizatat kanë përfaqësues brenda kompanive për të mbajtur në mbikëqyrje si po ecën puna të pjesës që kanë futur atje. Kanë futur financa, të cilat që si kontrollon njeri dhe në beton, llaç, rrugë, apartamente fillojnë dhe pastrojnë aty brenda. Dhe ky është problemi që kanë ndërkombëtarët dhe amerikanët sidomos me krimin e organizuar, për t'i prerë burimin që dalin te pasuritë. Kartelet kanë dhe një, duhet të kuptojmë, për shembull, marrim rastin Kolumbia ishte pronari i kokainës. Meksika ishte transportuesi. Pra, në momentin që ti konfiskon një ton, dhe që ti godet para, ti automatikisht krijon dhe një konflikt brenda karteleve. Patjetër fillon lufta. Përplasjen e tyre dhe zhdukjen e tyre. Në rastin e Shqipërisë ka një problem. Nëse e keni vënë re, në Ekuador vetëm në vitin e fundit janë 6 shqiptarë të vrarë. Po. Pra, tani shqiptarët po kalojnë nga kultivimi i kanabisit Nivel tjetër. në kultivim të kokainës kanë kaluar, por tani janë dhe vetë transportues. Pra këta e kultivojnë, e transportojnë dhe e pastrojnë. Ta kanë krijuar të gjithë qarkun e trafikut dhe prandaj kartelet shqiptare sot janë bërë problem. Ato ishin bërë aq problem sa Maduro i quante që një problem për kartelet e veta. Hajde, kishte politikë, propagandë, do vinin të më vrisni, thosh. E kishte problem për kartelet e veta. Ja, ma u kap dje ose par dje u kap në Ekuador një organizatë shumë e madhe që ishte shqiptarësh. Po, në të gjitha rastet, ju keni rastin dhe ajo që kemi në problem këtu, dhe pse është i veçantë karteli shqiptar, është se ndryshe nga gjithë kartelet e tjera, parati pastrojnë këtu se kanë mbështetje politike dhe shtetërore. Ka bangën këtu, sepse ju keni Shqipëria është nga vendet e rralla, shumë të rralla, vetëm Kolumbia e kohës Escobarit ka këto nivele inkriminimi brenda forcave të policisë. Ju keni vetëm para pak ditësh që 460 kg kokainë ishin ardhur nga Amerika Latine drejt Europës nga shefi i krimeve të Vlorës. I kapur ky nga përgjimet e SKCC, një pjesë e cilës ishte kapur në Gjermani. Tani kartelet, droga, paraja është bërë problem dhe për Europën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kanë shpallur luftë këtij sistemi, që është jetik për mbar sigurinë globale, se duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër, një pjesë e mirë këtyre parave te terroristat shkojnë. Kanë futur te siguria kombëtare, kanë futur te siguria kombëtare. Patjetër, sepse ato para atje shkojnë. Jo, tani nuk është vetëm siguri kombëtare, por ato janë shpallur organizata terroriste në Amerikë. Tani, ndërsa këtu shpallen biznesmen, Sinaloa është organizatë terroriste në Amerikë, kurse këtu ai vjen ndërton kazino. Pra, jemi në këtë pikë që ne kemi dhe inkriminimin e institucioneve të shtetit. Ky projekt ligji hap këtë debat.